Përshëndetje Taulant, mirë se erdhe në podcastin me Mend. Përshëndetje Vesat, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Tu flasim për shëndetje mendor, është shumë kënaqësi që të kemi këtu, por përpara se të fillojmë do kisha dashur që të na bësh një prezantim të shkurtër. Edhe se ne dy nifemi shumë mirë. Unë jam Taulant Arifi, nga Struga, Livadis. Kam kryer studimet e larta për Akademi Ushtarake, më pas kam punuar si ushtarak për 8 vite. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Po ashtu, ndërkohë jam marrë edhe me aktivitete ndryshme, sidomos me shoqata jo qeveritare. Një ndër to ishte edhe Hera, ku kam nisi si edukator junior për edukim gjithëpërfshirë seksual. Dhe më pas, me eksperiencën të cilën e kam fituar gjatë viteve, e mora titullin si senior edukator, ku në fillim fare kemi ligjeruar në gjuhën maqedone, por më pas jemi mundu t'i përkthejmë dhe t'i përshtasim edhe në gjuhën shqipe. Është shumë e vështirë që të bësh një prezantim të shkurtër për veten, kaq e gjerë. Se thjesht do kisha kaq emocione, po tash nisen. Tash së fundi edhe mbarova edhe këto studimet master në Fakultetin e Makinerisë në Shën Kirill dhe Metodi në Shkup. Sukseset mund të tjeshme, besoj që prezantimi jot me kohën do zgjatet edhe akoma më shumë. Ti je person i arritjeve të mëdha dhe këtë e vlerësoj shumë, edhe më vjen shumë mirë që je këtu sot me mua. Por gjithsesi do dua që të kthehemi në kohën tënde kur ti ke qenë pjesë e ushtrisë, nga që vetëm se tema jonë është përshëndetje mendor, edhe ti më bëri shumë përshtypje që tha ka qenë një eksperiencë mjaft e bukur, por nga që të njoh mirë e di që ka qenë shumë sfiditëse. Por për ty më vjen mirë që ka mbetur pjesa e bukur. Por gjithsesi do kisha dashur që më përgjigjesh tek pyetja ime që do të jetë kjo. Çfarë mendon ti për trupin e njerëzit kur ai shkon në limitet e veta? Domethënë kur nuk i tekalon ato kufin që ti ja ke vendosur vetes tënde. Në jetë ka sfida, edhe një ndër sfidat më të mëdha është edhe profesioni në cilën e zgjedh para se të vendosësh se çfarë dëshiron të studiosh dhe çfarë dëshiron të bëhesh si një ëndër. Dhe gjithë ky rrugtim i gjatë paraqitet si sfidë. Çdo herë kam dashur të arrij dhe të sfidoj veten në fusha të ndryshme. Prandaj 3 vitet e para kam qenë si pjesës ushtarake inxhinierike. Po këtu diçka nuk më plotësohte fizikisht, sepse nuk ishim shumë në lëvizje dhe dëshiroja që ta testoj veten më shumë, duke aplikuar në njësinë special, mirë po për të arritur, për të futur në këtë njësi, ishte patjetër që të kalosh disa edhe teste individuale, po edhe teste kolektive, ku një ndër ta ishte si sfidë më e rëndë, ajo psiqike, po sidomos ajo fizike. Pjesa e lodhjes fizike, edhe njerë po të mund të shumë. Okej, pyetja domethënë ishte çfarë mëson ti kur e vendos trupin tënd në kufi? Domethënë çfarë mëson mendja jote nga gjithë kjo? Aty do të dalë po u zgjata shumë. Në këtë eksperiencë të cilën e kam përjetuar, kemi pas shumë sfida fizike dhe ku limitet tekaloheshin. Një ndër ta ishin edhe këto marshet e gjata, të cilat i kryeshim me distanca ekstrem të gjata, siç ishin 40 km, 60 km dhe 100 km. Kjo vlen të theksoj që ka qenë pa ndalesë. Po, pa ndalesë, pa fletje dhe me një sasi të vogël konsumi të ushqimit dhe të ujit. Por duhet të theksuar që ishte edhe sidomos me veshje ushtarake dhe me mbathje ushtarake, domethënë një ishim të mbathur komplet me armatim dhe me një çantë që peshonte 25 kg. Kjo ishte një ndër sfidat më të rënda, cilën e kam përjetuar, ku limiti i trupit të njeriut nuk përputhet me atë të gjendjesh mendore. Me aspiratat e tua të larta. Po. Po ti gjithsesi ke kaluar gjithë ato teste me sukses, nuk një dështime. Po. Por gjithsesi do të kisha thënë nga aspekti jot fizik, nga që ti e ka arritur domethënë këtë pikë. A mendon që kjo ndoshta ka ndikuar me një farë mënyrë në mënyrën se si ti e menaxhon ankthin, stresin, frikën? Në momentin ku unë e kuptova se edhe vetë nuk e dija që kam përfunduar këtë sfidë, atëherë
për një moment e mbaj mend si sot që mora frymë thellë dhe thoja me vete, pasi kaloj kjo, çdo gjë tjetër në jetë është shumë më e lehtë pasi se e kam kaluar këtë gjë. Dhe ajo patjetër që ndikoi më pas në jetën time, duke mi lehtësuar shumë punët e përditshme dhe sfidat të cilat i ofronte jeta. Ti, Taulant, a ke patur frikë për veten tënde? A i ke dhënë vetes tënde një farë dashurie ose ka qenë kjo një farë vetëndëshkimi? Si e ke parë ti në këto momente? Frika normal që ekziston, prandaj edhe jemi njerëz që kemi frikë. Në gjithë rrugtimin ka ekzistuar frika e dështimit. Mirë po, besoj se në jetë nëse ke një qëllim, do të mundohesh për ta arritur atë qëllim, por në fund me dëshirë dhe me sakrificë, besoj se mund ta arrish. A të ka thënë ty kjo një disiplinë mendore? Nga që për Disiplina fizike nuk e bën disiplina në përgjithësi si term në mitologjinë ushtarake është thelbësore për një ushtarak, për një ushtar. Kështu që patjetër që ka ndikuar të kem një disiplinë mendore më tej dhe sot e kësaj dite që nuk jam më ushtarak. Ti edhe ke pasur shumë ushtarak për rreth. Dhe ndoshta do mënyrë nëpërmjet eksperiencës tënde mund të më tregosh pak a shumë, a mendon që është trupi që thyet i pari ose është mendja? Definitivisht trupi. Trupi thyet i pari. Mendon se nuk mundesh më, mendon se i ka tejkalu limitet e veta. Mirë, por në atë moment që mendon se nuk ke më forcë për ta vazhduar, nëse je i fortë mendërisht dhe i ve një pikësynim, një qëllim ose pikësynim asaj që don ta arrish, besoj se e tekalon atë thyrjen fizike. Çdo herë besoj se ti e ke përjetuar që mendon se nuk mund ta arrish një send, po kur e realizon, atëherë thua si e arrita. Nga që dëshira është aty, nga njerë ndoshta ndodhe që ti je humbur ose je përhumbur, nga që kemi pasur shumë biseda, si mos për marshin, edhe më ka thënë që me një farë mënyrë e ke argëtuar mendjen tënde me histori, me barcoleta, me poezi. Mundohesh në ato momente, mundohesh që e din ku ndodhesh, e din çfarë pozite je, e din që s'u largohesh. Nëse largohesh ke ndëshkim, nuk mund të bëhesh pjesë e asaj që do. Mirë, po mundohesh ta marrësh veten e të mirë. Ti imagjinosh diçka tjetër ose sidomos ato kilometrat e fundit që çdo herë ti kam përmendur që fillon edhe halucinacionet e para ku trupi më reagon dhe ti mendon që mua personalisht mu shfaq një autobus sikur po vintet më mirëte, a unë disha që isha në mes të malit që autobusi nuk vjen, ajo të shfaqin ato oaza shkëtirës. Po. E kam përjetuar vetë dhe e kam da me kolegët e mi, qeshin tash kur i kujtoj, një eksperiencë shumë e bukur. Edhe e lodhshme, vlen teksore. S'te kisha parë. Si e ndjen ti Taulant, ka ndryshuar karakteri jot pas gjithë këtyre sfidave? Kush ka qenë Taulanti para ushtrisë? Kush është Taulanti sot pas gjithë këtyre sfidave? Ka ndryshuar shumë. Ka ndikuar shumë, doja të thoja, në karakterin dhe personalitetin tim si person. Kam qenë një person para se të aplikoj në këtë akademinë ushtarake, kam qenë një person që kam qenë i disiplinuar deri diku, mirë po jo deri në atë pikë sa që u realizova në këtë udhtim. Më mirë është ta pyesësh gruan time se si kam besoj që ajo do të jetë radhës podcast. Se si jam transformuar. Se kemi njihemi shumë më herët dhe më pas ngadalë. Në duhet një vëzhgues i jashtëm. Definitivisht që edhe sot e kësaj dite pasojat, jo të këqija negative, po pasojat i shok edhe tashmë. Për shembull, nëse
kam një takim tetora, edhe më 7:59 nuk jam aty, unë aty e kam mendjen pse s'kam qenë. E kam këtë deformim profesional. Sidomos kur bashkëjeton me dikë që nuk është ushtarake, ke këto mosparveshjet, ja dali. Besoj edhe gruaja jote se ka pasur ndoshta shumë të lehtë. As pak. Ta ndjek disiplinën tënde ushtarake. Hiç. Pa qenë angazhuar në ushtri. Taulant, shpeshherë shohin njerëz për shembull që bëjnë ushtrime fizike, ndoshta për të harruar ndonjë përjetim që kanë shumë të fortë, shpeshherë edhe të dimshëm. Mendon ti që kjo mund ndihmoj dikën që ta përfitojë ndoshta qetësinë e mendjes, do të thonë ta çosh trupin gjerë në kufi, që ti shirohesh shpirtërisht. Unë rrë nis prej asaj eksperiencës personale. Unë momentin që mundohem sa më shumë të kem aktivitete sportive në jetë, edhe pse tash nuk jam pjesë e ushtrisë. Çdo herë kur ndihem i stresuar dhe i lodhur, shkoj vrapoj. Edhe më ndihmon shumë për të qetësuar. Ndoshta është një qetësim më shumë shpirtëror se sa fizik. Më fal, që ndërpres, ti ik nga ndjenjat tua, nga mendimet e tua kur vrapon ose i sjell më afër dhe i pranon? Kur vrapoj, mund të them 50% ik, largohem. Nëse për shembull luaj futboll, ik 100%. Ka ndodhur një rast shumë interesant, kam pas dhimbje dhëmi, kam dhimbje shumë, kam luajt futboll dhe kam harruar që kam dhimbje. Derisa mbaroi loja dhe më pas prapës. Mundohem që çdo herë, nëse nuk ndihem mirë me veten, të mirem me sport. Besoj se edhe tjerë unë ndihmon ose do t'ju ndihmoj nëse e bëjnë këtë gjë. A mendon ti që mund të nëpërmjet këtyre ushtrimeve fizike të kemi një kontroll më të lartë mbi mendjen tonë? Ta trajnojmë që të kalojë ndoshta situata më të vështira. Dhe më thonë, një person që është i fortë fizikisht, a mendon që edhe psikikisht do të jetë më i ngurtë, nga që shpeshherë kemi domethënë idenë që personat që janë në ushtri janë strikt. Nuk do të thotë ajo. Jo në të gjitha rastet. Mund që një person të duket shumë muskuloz dhe i mirë trajnuar nga pamja jashtme, po nga brenda ti qaje shpirti, të ketë një hall të madh që s'mund ta tregoje. Ndikon, siç e thash edhe më parë, për ta ul nivelin ndoshta. Por mendërisht besoj se më shumë mund ndikojë një shprehje e mendimit, një bisedë me një të afërm ose një libër ose diçka të cilën e bën më të qetë, më të lumtur. Gjithë këto ushtrime fizike, ty të kanë dhënë shumë mësime, padyshim. A i përdor ti ndonjëherë? Ja, tash domethënë nuk je më në ushtri, nuk ke angazhime. Por kur përballesh me një situatë tepër të rëndë, a ja rikujton vetes tënde që, okay, kjo nuk është edhe aq keq. Nga që ke kaluar diçka më të keqe. Ndoshta jo direkt, nuk më vin aty për aty që thonë. E se po e kaloj këtë situatë se